Këtë të hënë në qytetin e Shkodrës është zhvilluar ceremonia përkujtimore e dëshmorëve të rënë gjatë luftës antifashiste. 5 maj njihet si dita në përkujtim të dëshmorëve të rënë të kombit. Në këtë ditë përkujtimore janë zhvilluar homazhe në varrezat e dëshmorëve në Shkodër, ndërsa Zamir Llazani, kryetari i Lanç, vlerësoi sakrificën e dëshmorëve të rënë për atë. Jena populli i vetëm i çlirum me kontributin me forcën e tij nga fuqit e boshtit, nga fuqit nazifashiste. Jena populli me gjithse më i vogël, edhe më i varfën, dëshmume vizion për të ardhmen e tij. Edhe kjo përpjekje, kjo përballje e rinis që ishte buqeta më e mrekullueshme asaj gjeneratet, bani për me ekzistu shteti shqiptar. Dhurata Tyli, si përfaqësuese e familjarëve të dëshmorëve, theksoi se përkujtimi i kësaj dite të rëndësishme për kombin shqiptar është i domosdoshëm. Sot është një ditë e shënuar që ka mbetë simbol 5 maj i vitit 1942, ku u vra heroi i popullit Qemal Stafa. Ndaj dhe ne jemi sot këtu për të përkujtuar herojt tanë, lavdi dëshmorëve dhe herojve të kombit. Faleminderit. Një ndërim për dëshmorët bëri edhe deputetja Dona Bilali. Lavdi dëshmorëve të dheut dhe respektet, mirënjohjet përjetshme për to, por edhe për familjet e tyre. Të gjithë të pranishmit në këtë ceremoni përkujtimore vendosën kurora me lule dhe vizituan varret e dëshmorëve të rënë të kombit, duke bërë ndërime ndaj tyre.